Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla zhvilloi një bashkëbisedim në Imar me operator turistik, fermer dhe përfaqësues të biznesit lokal, ku i pranishëm ishte edhe kryetari i bashkisë Vangel Tavo. Gjatë takimit u diskutua mbi sfidat dhe mundësitë e zhvillimit të zonës, ku ministri Salla theksoi se Imara është një nga pasuritë natyrore më të çmuara të vendit, me potencial të jashtëzakonshëm si në turizëm, ashtu edhe në bujqësi. Ministri Salla nënvizoi se lidhja mes këtyre dy sektorëve është thelbësore. Strategjin tonë Bujqësia 2030 kemi vendosur si prioritet forcimin e prodhimit vendas, rritjen e sigurisë ushqimore, teknologjinë e gjelbërt dhe zhvillimin e zonave rurale në funksion të ekonomisë lokale. Për Imarën, kjo nuk kupton mbështetje për fermerët e vegjël dhe për prodhimet autentike të zonës, nxitje të agroturizmit dhe diversifikimit të aktiviteteve rurale, investime në ujitje dhe infrastrukturë bujqësore dhe bashkëpunim më të ngushtë mes bashkisë dhe prodhuesve. Sfida jonë për 2026 është t'i kthejmë këto mësime në politika konkrete që i shërbejnë komunitetit dhe ekonomisë lokale. Ministri Salla shpreu bindjen se Imara me potencialin e saj të jashtëzakonshëm dhe me vizionin që po ndërtohet bashkë me aktorët lokal, do të vazhdojë të jetë një shembull i zhvillimit të qëndrueshëm në vend.